Po, këto ditë përshëndetje. Dhe unë $1.6 milion ka paguar Partia Demokratike tarifën për Chrysler Civitan, ish strategu i fushatës fituese të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cilin Partia Demokratike e rekrutoi pak muaj përpara zgjedhjeve elektorale të 11 majit në Shqipëri për t'i bërë strategjinë e fushatës, por nuk rezultoi një fushatë fituese siç rezultoi në SBA, por Partia Demokratike humbi zgjedhjet përballë socialistëve. Në fakt, shifra $1.6 milion ka tërhequr vëmendjen jo vetëm brenda vendit, Klodi, por edhe në mediat ndërkombëtare. New York Times sot ka shkruar në lidhje me këtë pagesë, ku në headlines ndër në titullin kryesor, media prestigjioze ndër më të mëdha në botë shkruan që këshilltarët e Trump paguan mbi $1.6 milion nga opozita shqiptare. Ndërkohë që nëse flasim për një përmbledhje të raporteve financiare të dy nga partive më të mëdha, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, Partia Socialiste sa i përket të ardhurave të për zgjedhjet e 11 majit ka përfituar miliona lek duke nisur nga buxheti i shtetit, ku ka përfituar 650 milion lek të vjetra. Do të flasim me lek të vjetra në këtë raportim dhe gjithashtu po, ndërkohë që qytetarë të ndryshëm mbështetës të Partisë Socialiste kanë dhuruar mbi 10.800.000 lek. Ndërkohë sa i përket shpenzimeve të Partisë Socialiste, sigurisht zënë një vend të rëndësishëm shpenzimet për media dhe publicitet në zgjedhjet e 11 majit, ku vetëm mediave ju kanë dhënë rreth €1 milion nga Partia Socialiste, pra nga buxheti i Partisë Socialiste kanë dalë rreth €1 milion ose 1.5 miliard lek, nga një deri në 1.5 miliard lek, që kanë qenë edhe zërat kryesor të shpenzimeve në fakt për të dy partitë politike, si për Partinë Socialiste ashtu dhe për Partinë Demokratike. Ndërkohë që të ardhurat e Partisë Demokratike kanë qenë 440 milion lek nga buxheti i shtetit dhe dhurime monetare mbi 30 milion lek të vjetra. Ndërkohë që shpenzimet kryesore në Partinë Demokratike kanë qenë padyshim kontrata me strategun amerikan Chrysler Civitan, pra ashtu siç e theksuam $1.6 milion, por këtu duhet të bëjmë edhe një ndarje, Klodi, për ta kuptuar që jo vetëm PD ka paguar për Chrysler Civitan, por për strategun amerikan ka paguar edhe Partia Republikane Fatmir Mediut, i cilit i kanë paguar hotelet Chrysler Civitan dhe dy bashkëpunëtorëve të tij, të cilët kanë marrë pjesë në fushatën në Tiranë. Pra, shifra $1.6 milion është thjesht fatura e konsulencës, pa llogaritur shpenzimet e tjera të hoteleve dhe qëndrimit të tyre në Shqipëri. Gjithashtu Partia Demokratike ka shpenzuar mijëra dollar për sa i përket reklamave në media televizive, në televizionet të ndryshme në vend, dhe totali i shpenzimeve përveç Chrysler Civitan së Partisë Demokratike vlerësohet në 700 deri në 750 milion lek ose rreth 700.000 euro. Isa, cila ka qenë po themi ajo forca politike më kursimtare në këto zgjedhje? Nëse flasim me dy partive të mëdha, Partia Socialiste ka shpenzuar më pak para se sa Partia Demokratike, dhe kjo pikërisht për faktin që Partia Demokratike ka pasur një faturë shumë të lartë për strategun amerikan Chrysler Civitan, por deri në këto momente, për hir të së vërtetës, ne nuk kemi mundur për të gjetur në raport vlerën që ka paguar Partia Socialiste për konsulencën ndërkombëtare. Nga burimet jo zyrtare është folur që Partia Socialiste ka pas një kompani izraelite për konsulencë, ashtu siç merr gjithmonë për zgjedhje, por ende nuk kemi mundur për ta gjetur në fakt shifrën e saktë që ka paguar Partia Socialiste për izraelitët për fushatën e 11 majit. Isa, një saktësim, ti ke ndjekur mosmirjet e seancat parlamentare, ato betejat politike mes partive atje, ku shpeshherë përmenden në pak raste edhe burimi i të ardhurave për sa i përket shpenzimeve të njërës apo tjetrës parti, kujtoj që janë akuzat të ndërsjellta. Çfarë ndodh pas këtij procesi? A i ndështrohet një verifikimi, apo ndoshta është bërë më herët, apo pritet që të bëhet dhe si funksionon? Duhet të ketë një denoncim konkret nga dikush që t'i ndështrohen, apo burimi është saktësisht përmes deklarimeve të një force politike?
Klodi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka strukturat e saj, të cilët tani më sot nisin verifikimin e raporteve financiare të partive politike dhe kandidatëve. Pra, dita e djeshme ka qenë afati përfundimtar kur partitë politike dhe kandidatët, sepse duhet kuptuar përveç partisë politike, çdo kandidat i cili ka marrë pjesë në zgjedhjet elektorale të 11 majit, do të duhet të dorëzonte raportin financiar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Tani më nisi dhe shqyrtimi i raporteve financiare dhe sigurisht që ka një grup ekspertize financiare i cili bën për llogaritjet mes të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike. Shqipëria ka një ligj për sa i përket financimit të partive politike. Ajo që është diskutuar dhe vijon të diskutohet është që ligji në Shqipëri për financimin e partive politike është mjaft i brisht dhe pothuajse jo funksional, për shkak se për shembull vetëm nëse shohim të ardhurat dhe shpenzimet e partive politike për 11 maj, shohim një diferencë të madhe të shpenzimeve por dhe të ardhurave, pasi ka shumë pak persona të cilët kanë dhuruar dhe nga ana tjetër shifra e shpenzimeve është mjaft e lartë dhe sigurisht që tani më do duhet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë vlerësimin e saj mbi ligjin aktual. Është folur që mund të kemi një ligj të ri të financimit partive politike me gjithë paketën e reformave që është duke ndërmarrë qeveria e Shqipërisë. Tauland Balla, kryegrupit parlamentar të Partisë Socialiste, vetëm ditët e fundit duke folur për mediat, ka thonë që është e nevojshme dhe emergjente një ligj për financimin e partive politike të Shqipërisë dhe duhet thonë që është financimi i partive politike në Shqipëri është jo transparent në raport me qytetarët por dhe mediat.